Në kuadër të ditës ndërkombëtare të trashëgimisë botërore, kandidati për deputet i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës, Endri Hyseni, organizoi një forum tematik kushtuar trashëgimisë kulturore të Çamërisë me titullin Trashëgimia Çame, kujtesë, krenari, përfaqësim. Aktiviteti u zhvillua me pjesëmarrjen e studiuesve, artistëve dhe përfaqësuesve të komunitetit Çam, të cilët kontribuan në një panel diskutimi dhe ekspozim të pasurive kulturore të kësaj treve përmes veshjeve tradicionale, muzikës karakteristike dhe elementeve të gastronomisë çame. Në fjalën e tij, Endri Hyseni theksoi rëndësinë e ruajtjes dhe promovimit të trashëgimisë kulturore çame si pjesë e pandashme e identitetit kombëtar shqiptar. Ai shpalli nismën për përfshirjen e vallës së Osman Takës në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, duke e konsideruar këtë si një hap të rëndësishëm për afrimin ndërkombëtar të vlerave kulturore të kësaj krahine. Të nderuar miq, personalitetet të kulturës dhe historisë çame, sot jemi mbledhur për të nderuar trashëgiminë kulturore botërore, por për ne kjo është ditë mbi të gjitha një thirrje për të mbrojtur, njohur, promovuar trashëgiminë tonë kombëtare dhe në veçanti atë çame. Trashëgimia çame është një pasuri e gjallë e identitetit shqiptar, që mbartë në vetvete histori, kulturë dhe shpirt qendrese. Në këtë frymë, më lejoni të ndaj me ju se kam depozituar zyrtarisht kërkesën për të përfshirë në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s një nga perlat e kësaj trashëgimie, vallja shqiptare e Çamit Osman Takës, simbol i krenarisë, finesës dhe i qendresës shpirtërore të kësaj krahine. Ai gjithashtu zotua se nëse zgjidhet deputet në Kuvendin e Shqipërisë, do të angazhohet për integrimin e trashëgimisë çame në politikat publike për kulturën dhe turizmin, si dhe për prezantimin e saj në platformën ndërkombëtare. Forumi ishte i hapur për publikun dhe përfaqësoi një hap domethënës drejt ndërgjegjësimit qytetar dhe përfaqësimit të denj të një trashëgimie unike shqiptare, siç është ajo e Çamërisë. Nëse më jepet besimi për të qenë pjesë e Kuvendit të Shqipërisë, do të angazhohem që këto problematika të mos trajtohen si çështje periferike, por të jenë pjesë e debatit kombëtar dhe politikave konkrete për drejtësi dhe integrim kulturor. Ju falenderoj për pranimin, për kontributin dhe për atë që ka përfaqësoni sot edhe çdo ditë.